Ebu Hurajra hala tha pa e ditë se çka po kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u lajmërova unë vullnetari, thash unë ja Rasulallah. Edhe i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa udhëzime interesante shumë, janë 5 udhëzime, por në njërin prej tyne thot dëshiroja u njerëzve të mirën qyshja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili thot njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, kush po i merr prej meje disa udhëzime, me të cilat do të veproj vete dhe do t'i mësoj ata të cilët do të veproj. Ebu Hurajra hala tha pa e ditë se çka po kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u lajmërova unë vullnetari, thash unë ja Rasulallah. Edhe i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa udhëzime interesante shumë, janë 5 udhëzime, por në njërin prej tyne thot wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Dëshiroja u njerëzve të mirën qyshja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Një udhëzim i thjeshtë në formulim, por i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm në rregullimin e relacioneve ndërnjerëzore. Për arsye se, sikur se e dim në rrugëllazën, besimtari e ka një kodeks të kompletuar, një përmbledhje të mirë, të plotësume, të udhëzimeve të ndryshme. E aty kemi lloj-lloj edhe obligime dhe preferenca nëpërmjet cilave e rregullojmë raportin tonë me Allahun fuqiplot, e rregullojmë raportin tonë me vetveten, me rrethin, me njerëzit në përgjithësi, me muslimanët në veçanti, e në të gjitha këto pastaj ka rregulla të rëndituna simbas peshës edhe vlerës. E në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, dëshiroja vllaut tënd ose dëshiroja u njerëzve në këtë rast, wa ahibba linnas, dëshiroja u njerëzve të mirën ashtu sikur se ja dëshiron vetes, do t'jesh musliman i mirëfillt. Është një kushtëzim interesant këtu, që realisht ne disa gjëra nganjëherë konsiderojmë se janë të mira, sikur se është puna e mirësjelljes, themi mirë është me qenë i sjellshëm, por harrojmë se kjo mirë mundet me u keq kuptu, ose mundet me u kuptu thjesht që nëse bësh i sjellshëm është në rregull, po nëse s'bësh, zbat nomi. E që ky ajet, që ky udhëzim, dhe vërtet që ky hadith, që ky udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na kallëzon se kjo mirësi, dashamirësia për të tjerët, nuk është thjesht veç mirë, po lidhet nëse don me qenë musliman, atëherë ti atë çka e ke për vete, do të më ia dëshiroj edhe tjetrit. Atë që e synon për vete, do të më ia dëshiroj edhe tjetrit. Atë që e dëshiron për vete, do të më ia dëshiroj edhe tjetrit, dhe akoma më konkretisht këtë punë e sqaron një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidh me imanin, me besimin, thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej juve nuk ka besu përderisa të mos ja dëshiroj vllajt vet atë që ja dëshiron vetes. Pra po lidhet me dashamirësi, të mirën që e dëshiron për vete, me e dashur për tjetrin. Hadithi i parë kishte t'ja u dëshirosh njerëzve, këtu thot vllaut vet lidhet me musliman. Në hadithin e parë thot do t'jesh musliman, në hadithin e dytë thot nuk je besimtar derisa të mos e arrish këtë. E këtu e shohim se këto punë, edhe pse neve na duken detaje, edhe pse në të vërtetë edhe janë detaje, edhe pse janë finesa të mirësjelljes, megjithatë lidhen shumë ngushtë me identitetin ton fetar, me identitetin ton të besimit, me statusin ton të qenit musliman.